dhe më femërore kur bie shi. Sa vjet keni që jetoni në këtë shtëpi në Arad? Çfarë ju mban në këtë vend? Jetoj në Arad prej 22 vjetësh. Po çfarë ju mban këtu atëherë kur nuk ka shi? אנחנו באנו הנה בשנת 86, מפני שבאותה שנה היה לי בן 7 שהייתה לו אסתמה קשה מאוד. Ne erdhëm këtu në vitin 1986. Pasi atë vit, djali im 7 vjeçar vuante prej astmës së rëndë dhe doktorët na këshilluan që për të shëruar kishte nevojë për ajër të thatë shkretëtire. Tashmë kanë shkuar 22 vjet. Djali im u shërua dhe jeton në Tel Aviv dhe prindrit e tij kanë qëndruar në Arad pasi ata e duan këtë vend. Unë e dua shumë shkretëtirën. Çdo mëngjes shumë herët në 5:30 unë dal dhe shëtis në për shkretëtirë. Gjysmore, pak më pak ose pak më shumë. Shkretëtira më ridimensionon për masat, më mban në proporcion. Kur unë kthehem nga shëtitja në shkretëtirë dhe ndes radion, nëse dëgjoj ndonjë politikan që përdor fjalët përjetësisht ose përgjithnie ose kur, unë e di që gurët përjashta në shkretëtirë e përqeshin atë. Dhe kur unë ulem për të shkruar në 6 të mëngjesit, pas shëtitjes në shkretëtirë, idetë mia janë pak më të qarta, pasi kam qenë në shkretëtirë. Letërsia e mirë atëherë nuk bëhet vetëm në Paris, në New York apo në Londër, bëhet kudo qoftë shtëpia jote. Letërsia e mirë mund të shkruhet në çdo vend, mund të shkruhet në Paris, në New York, në Londër, mund të shkruhet edhe në një fshat të vogël dhe të harruar, dhe mund të shkruhet edhe në shkretëtirë. Njeriu duhet të shkruajë për atë që njeh dhe që di. Kur vin tek unë shkrimtar të rinj dhe pyesin, na jep një këshill si të shkruajmë, çfarë të shkruajmë, unë gjithmonë u them diçka shumë të thjeshtë. Shkruaj për atë që ti di, mos shkruaj për atë që nuk e di. Po juve, kush ja u tha këtë kur ishit shkrimtar i ri, ja u mësoi dikush? אני למדתי את הדבר הזה מסופרים אחרים. למדתי את זה מצ'כוב. Unë kam mësuar këtë gjë nga shkrimtar të tjerë, e kam mësuar nga Çehovi, e kam mësuar nga Shaul Anderson amerikani, e kam mësuar nga disa shkrimtarë. Por në fakt, çdo shkrimtar i madh që unë e kam për zemër, shkruan për botën e tij dhe për atë që ka më të shtrenjtë. Dhe ka një mrekulli në këtë pjesë të literaturës, ka një mrekulli të madhe.